Në mes të vapës përvëluese të një ferme të izoluar, një shërbëtore e re dëgjon një rënkim njerëzor që vjen nga misrishtja. Kur shkon të hetoj, gjen një grua të moshuar të lidhur si dordolec në prag të vdekjes dhe e injoruar nga të gjithë. Ky takim zbulon një komplot mizor braktisjeje familjare dhe manipulimi të heshtur që prej vitesh ka fshirë ekzistencën e asaj gruaje. Por ajo që askush nuk e priste ishte se kjo zbulim do të zgjonte kujtime, sekrete dhe lidhje gjaku të varrosura nën peshën e heshtjes. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Vapa e korrikut binte mbi fermën Basha si një perde e rëndë dhe e pamëshirshme. Elira fshinte djersën nga balli ndërsa shtrinte çarçafet e bardhë në telat e rrobave në oborrin e pasëm, gishtat e saj të shkathët kapnin me kujdes çdo copë. Pëllura valvitej në erën e nxehtë që sillte erën e misrit të pjekur. Ajo këshertiu, duke dëshiruar që ajo ditë të mbaronte sa më shpejt. Ishte pothuajse ora 3 pasdite, koha më e keqe. Elira ngriti sytë drejt qiellit pa re dhe i lejoi vetes një mendim të shkurtër se si do të ishte të ndodhej në dhomat me ajër të kondicionuar të shtëpisë kryesore. Por shpejt e largoi fantazinë dhe u përqendrua sërish te puna. Ferma Basha është shtrirje madhështore në rrethinat e Fierit, në zemër të fushës së Myzeqes, e rrethuar nga kilometra e kilometra plantacionesh që dukej se nuk kishin fund. Misri dominonte peizazhin si një perandori e gjelbër dhe e artë, duke u valëzuar butësisht kur era vendoste të frynte, duke krijuar një murmurim të vazhdueshme që ishte bërë kolona zanore e asaj toke. Prona kishte historinë e gdhendur në çdo tull, në çdo pemë shekullore, në çdo portë të vjetruar nga koha. Breza të tërë të familjes Basha kishin lindur, ishin rritur, kishin dashuruar dhe ishin larguar nga ato toka, duke lënë gjurmët e tyre të dukshme dhe të padukshme kudo. Shtëpia kryesore ishte një dëshmi elokuente e kohëve të prosperitetit, një ndërtesë koloniale imponuese e lyer e gjitha me të bardhë që shkëlqente në diell sikur të ishte prej mermeri. Dritaret e saj të larta prej drurit të errët, të punuara nga artizan që nuk ekzistonin më, kontrastonin me elegancë me muret e qarta. Verandat e gjera përqafonin ndërtesën si krah mikpritës, duke ofruar hije dhe freski në ditët më të tmerrshme. Ishte një shtëpi që komandonte respekt, që fliste për pushtet dhe tradit dhe që kontrastonte fort me depot e punës të shpërndara në përpron, ndërtime funksionale dhe pas bukurime ku jeta e vërtet e fermës ndodhte çdo ditë. Elira punonte aty prej gati 2 vitesh, që kur ishte larguar nga Korça një mëngjes me shi të marsit, duke mbajtur me vete vetëm një valixhe të vjetër dhe zemrën plot shpresa për një jetë më të mirë. Në moshën 23 vjeçare, ende ëndërronte për gjëra që dukeshin shumë të largëta për t'u arritur, por puna në fermën e Zotit Artan të paktën i siguronte një çati mbi kokë, 3 vakte në ditë dhe një rrogë modeste që ja dërgonte rregullisht çdo muaj nënës së mur që kishte mbetur pas. Nuk ishte jeta që kishte imagjinuar për veten kur ishte fëmijë dhe ëndërronte me sy hapur, por ishte një jetë e ndershme dhe kjo kishte vlerën e saj. Ishte pikërisht kur kapi çarçafin e fundit në tel, duke rregulluar kapset e drurit për t'u siguruar që era të mos e merrte pëlhurën e rëndë, që ajo e dëgjoi. Një tingull i ulët, pothuajse i padëgjueshëm në mes të gjithë tingujve të tjerë të pasdites që vinte nga diku përtej telave të rrobave, në drejtim të misrishtes që ndodhej në anën tjetër të pronës, ku rrallë shkonte njeri në atë kohë të vitit. Elira ndaloi plotësisht, trupi ju tendos në një mënyrë që nuk mund ta shpjegonte, duke anuar kokën mënjan si një kafshë vigjilente që përpiqet të identifikojë një rrezik të padukshëm. Era ndonjë kafshë e egër? Jo, kishte diçka ndryshe në atë tingull, diçka thellësisht shqetësuese që i bënte stomakun të përdridhej në një mënyrë të çuditshme dhe të pakëndshme. Ishte një rënkim. Një rënkim njerëzor, i dobët dhe i mbytur nga distanca, por padyshim njerëzor. Dhe kishte në të një cilësi dëshpërimi që ja ngriu gjakun edhe në atë vapë të madhe. E lëshoi shportën e rrobave pa u menduar, duke e lënë të rrëzohej në tokë ku mbeti e braktisur dhe filloi të ecte në drejtim të tingullit. Hapat e saj ishin hezitues në fillim, frika dhe kurioziteti duke zhvilluar një betejë të heshtur brenda saj, por ndërsa afrohej dhe rënkimi bëhej më i qartë, më i dallueshëm, diçka brenda saj mori vendimin. Duhej të zbulonte se çfarë ishte. Duhej të ndihmonte. Kaloi lëndinën e thatë që ndante zonën e shërbimit nga plantacioni, shapkat e saj ngrinin re të vogla, pluhuri me çdo hap, zemra filloi të rrite më shpejt në gjoks. Misrishtja hapej para saj si një labirint vertikal, bimët e larta krijonin korridore të gjelbra dhe me hije që bllokonin pjesërisht diellin e pamëshirshëm.
Gjethet e mprehta I fërkoheshin në krahët e zhveshur ndërsa ajo përparonte, duke lënë gërvishtje të vogla të kuqe që digjnin nga djersa, por ajo mezi I vinte re. Ishte plotësisht e përqendruar në atë tingull që tani e dëgjonte me një qartësi shqetësuese. Nuk ishte vetëm një rënkim. Ishte një lutje. Dikush po kërkonte ndihmë, po kërkonte ujë, po kërkonte mëshirë nga kushdo që mund ta dëgjonte. Elira shpejtoi hapin, duke shtyrë gjethet e misrit anash me duar të dridhura, paniku filloi ta pushtonte. Kush ishte aty? Çfarë kishte ndodhur? Dhe pastaj, kur u kthye pas një rreshti veçanërisht të dendur bimësh, ajo e pa. Dhe bota e saj ndaloi. Në mes të plantacionit, e lidhur pas një shtylle të vjetër druri të ngulur thellë në tokën e pluhurosur, ishte një grua. Një zonjë e moshuar, me krahët e ngritur në mënyrë groteske mbi kokë në një kënd që duke I pamundur për të qenë I rehatshëm. Duart e saj të lidhura me litar të trash dhe të ashpër që I prisnin lëkurën e rrudhur duke lënë shenja të kuqe dhe të gjalla. Fytyra e saj ishte e enjtur dhe e kuqe nga ekspozimi brutal ndaj diellit, lëkura e tendosur dhe me shkëlqim në disa vende ku tashmë kishin filluar të formoheshin fluska djegjeje. Buzët ishin plotësisht të çara, me gjak në disa pika, dhe sytë gjysmë të mbyllur dukeshin shumë të fundosur në kafkë, të rrethuar nga rrath të thellë dhe të errët që flisnin për raskapitje ekstreme. Ajo mbante veshur një fustan të thjeshtë që dikur kishte qenë I bardhë, por tani ishte I ndotur me dhe djers dhe diçka që mund të ishte gjak I tharë. Trupi I saj I dobët dhe I brish duke I gati për të shembur mbi veten, sikur vetëm forca e vullnetit ta mbante minimalisht drejt. Këmbët e zbathura ishin të enjtura dhe të mbuluara me gërvishtje dhe prerje, dhe rreth tyre toka ishte e shënuar në një mënyrë që sugjeronte se ajo kishte tentuar, në një moment, të gërmonte ose të përpëlitej për t'u liruar. Elira ndjeu këmbët t'i dridheshin rrezikshëm në mpeshën e saj. Për një moment të gjatë që dukej se zgjati një përjetësi, nuk mundi të bënte absolutisht asgjë tjetër veç se të shihte atë pamje të tmerrshme dhe surreale, duke u përpjekur dëshpërimisht të përpunonte atë që sytë e saj po shihnin, por që mendja e saj refuzonte ta pranonte si reale. Si ishte e mundur kjo? Kush, për hir të Zotit, do t'i bënte diçka të tillë një personi tjetër? Një gruaje të moshuar të pambrojtur? Dhe aty, në atë pronë që ajo mendonte se e njihte, ku punonte prej 2 vitesh? Gruaja hapi syt ngadalë, sikur edhe ky përpjekje e vogël të përfaqësonte një sfidë monumentale përtej forcave të saj të mbetura, dhe e shikoi Elirën me një intensitet që I çau thellë në shpirt të res. Sytë e saj, megjithse të turbullt nga dehidratimi dhe vuajtja, ende përmbanin shkëndija jete, ndërgjegjeje, humanizmi që refuzonte të shuhej plotësisht. Buzët e saj të çara lëvizën me vështirësi të dhimbshme dhe një pëshpëritje e ngjirur dhe e ashpër doli, çdo fjalë dukej se I kushtonte një përpjekje të pamas. Uj! Të lutem! Uj! Fjala e theu transin e shokut që e paralizonte Elirën. Ajo vrapoi drejt gruas me hapa të ngathët, duke u penguar në rrënjët e ekspozuara dhe në copat e dheut të tharë, gati sa nuk u rrëzua 2 herë në rrugën e shkurtër që I ndante. Duart I dridheshin aq shumë sa mezi arrinte të koordinonte lëvizjet ndërsa përpiqej të arrinte litarët që mbanin kyçet e të moshuarës. Por ishin shumë lart për gjatësinë e saj, të lidhura me forcë brutale në një nyj të komplikuar që ajo nuk e kishte idenë se si ta zgjidhte, dhe gishtat I rrëshisnin në materialin e ashpër pa arritur të bënin asnjë përparim. Ajo u zgjat në majë të gishtave, u përpoq të kërcente për të arritur më mirë, por ishte e kollë. Kushdo që e kishte lidhur atë grua të gjora aty, ishte siguruar që të ishte e pamundur për të që të lirohej vetë. Lotët filluan t'i rridhnin nëpër fytyrë Elirës, duke u përzier me djersën, ndërsa frustrimi dhe dëshpërimi e pushtuan. E moshuara rënkonte lehtë me çdo lëvizje që bënte Elira, çdo përpjekje për çlirim I shkaktonte më shumë dhimbje në kyçet tashmë të gjakosura. Do të shkoj të kërkoj ndihmë, tha më në fund Elira, zëri I saj doli I mbytur dhe I thyer nga lotët që nuk mund t'i kontrollonte. Do të kthehem, betohem për jetën time. Ju do të bëheni mirë, betohem se do të sjell dikë. Ju lutem, duroni edhe pak. Nuk e dinte nëse e moshuara I kishte kuptuar fjalët e saj përmes mjegullës së vuajtjes që me siguri I mbështillte ndërgjegjen, por nuk mund të humbiste asnjë sekond më shumë. Çdo minutë mund të ishte ndryshimi midis jetës dhe diçkaje që ajo nuk donte as ta mendonte. Doli me vrap nga misrishtja sikur vetë djalli I ishte vënë pas, zemra I rrite në një ritëm të furishëm, mushkërit I digjnin nga përpjekja për të thithur atë ajër të nxehtë dhe të thatë. Lotët ja turbullonin aq shumë shikimin sa gati u përplas me një pemë gjatë rrugës. Duhej të gjente dikë.
Këdo që mund të ndihmonte. Dhe kishte vetëm një burr në atë pronë të cilit i besonte vërtet, një burr që gjithmonë e kishte trajtuar me respekt dhe dinjitet kur të tjerët e shihnin vetëm si një shërbëtore tjetër pa rëndësi. Artani ishte në zyrën e tij në shtëpinë kryesore, duke rishikuar grumbuj letrash eksporti me përqendrimin tipik të dikujt që i merr bizneset e tij shumë seriozisht, kur Elira hyri me vrull pa trokitur, pa kërkuar leje, pa asnjë konsiderat për protokollin që normalisht rregullonte ndërveprimet midis punonjësve dhe pronarëve. Ai ngriti syt i habitur, gati për ta qortuar butësisht atë ndërhyrje, por pastaj e pa vërtet gjendjen në të cilën ajo ndodhej. Elira ishte plotësisht e shkatëruar. E zbet si një fantazm pavarësisht vapës, duke gulquar sikur të kishte vrapuar një maraton, me rrobat e ndotura me dhe gjethe, gërvishtje të vogla që i rridhnin gjak në krah, dhe sytë e zgurdulluar nga paniku i pastër dhe i pafiltruar. Kishte diçka në shprehjen e saj që bëri që të gjitha mendimet e Artanit për eksportin dhe fitimet të avullonin menjëherë. Zoti Artan, ju lut ajo, pothuajse duke bërtitur fjalët mes dëneseve, ju lutem, duhet të vini me mua tani. Ka një grua të lidhur në misrishte. Ajo po vdes në diell. Betohem për Zotin që nuk po shpik, nuk po çmendem. Ajo është atje, ka nevojë për ndihmë urgjente. Ju lutem, më besoni. Artani rudhi thellë vetullat, duke u përpjekur të përpunonte ato fjalë që dukej se nuk kishin asnjë kuptim. Një grua? E lidhur? Në misrishten e fermës së tij? Si ishte e mundur kjo? Elira, je e sigurt për atë që pe? Filloi ai me kujdes, duke u ngritur nga karrigia. Vapa mund t'i bëj gjëra kokës son, ndonjëherë shohim gjëra që nuk është vapa. Bërtiti ajo me një intensitet që ai kur nuk e kishte parë tek ajo, duke e ndërprerë në një mënyrë që në rrethana të tjera do të ishte e paimagjinueshme. E pash me sytë e mi. E preka, u përpoqa ta zgjidhja, por litarët janë shumë lart. Ajo kërkoi ujë, Zoti Artan. Ajo është e ndërgjegjshme, por mezi flet. Nëse nuk shkojmë tani, ajo do të vdes. E kuptoni? Ajo do të vdes. Kishte diçka në dëshpërimin absolutisht të vërtet të asaj të reje, diçka në mënyrën se si i gjithë trupi i saj dridhej, si lotët i rridhnin pa kontroll, që e bëri Artanin të merrte vendimin e tij në një fraksion sekonde. Ai nuk e njihte Elirën si dikë dramatike apo të prirur për egzagjerime. Përkundrazi, në 2 vitet që kishte punuar aty, ajo kishte qenë gjithmonë diskrete, e besueshme, me këmbë në tokë. Nëse ajo ishte në atë gjendje, atëherë diçka shumë e rëndë kishte ndodhur vërtet. Më ço atje. Tani, tha ai me vendosmëri, duke marrë tashmë çelsat e kamionçinës që vareshin në një gosht pranë derës. Ata kaluan pronën në një heshtje të tensionuar dhe të ngarkuar, të thyer vetëm nga zhurma e motorit dhe nga frymëmarrja ende e gulquar e Elirës, ndërsa ajo tregonte rrugën me gjeste nervoze dhe drejtime frenetike. Artani ndjente stomakun t'i shtrëngoi gjithnjë e më shumë ndërsa i afroheshin misrishtes, një ndjenjë e keqe që rritej brenda tij si një bim helmuese. Kur më në fund arritën në skaj të plantacionit dhe zbritën nga automjeti, Elira pothuajse vrapoi përpara, dhe ai e ndoqi përmes korridoreve të gjelbra që ajo hapte me vendosmëri. Dhe pastaj ai e pa. Dhe ndjeu sikur kishte marrë një grusht të dhunshëm direkt në qendër të gjoksit, duke i nxjerrë të gjithë ajrin nga mushkërit menjëherë. O Zoti i Madh, ishin të vetmet fjalë që arriti të shqiptonte, zëri i tij doli si një përshpëritje e tmerruar. Skena ishte edhe më e keqe se sa i kishte përshkruar Elira, më e keqe se çdo imazh që mendja e tij mund të kishte krijuar bazuar në fjalët e saj. E moshuara e varur në atë shtyll dukej më shumë e vdekur se e gjallë, një dordolec makabër dhe mizor i vendosur aty nga ndonjë mendje e sëmur. Artani u afrua shpejt me hapa të mëdhenj, duke nxjerrë tashmë briskun që mbante gjithmonë në xhepin e pantallonave, duart i dridheshin dukshëm ndërsa hapte tehun. I preu litarët me lëvizje të shpejta por të kujdesshme, duke u përpjekur të mos e lëndonte më shumë se sa ishte tashmë. Sapo litari i fundit u këput, gruaja u shem plotësisht në krahët e tij, një peshë çuditërisht e lehtë, sikur trupi i saj të ishte bërë vetëm kocka dhe lëkurë e thatë. Ai e mbajti me gjithë kujdesin që ishte në gjendje, duke ndjerë atë trup të brish dhe të thyer të dridhej lehtë kundër tij, dhe për herë të parë në shumë vite, Artani ndjeu lotët t'i djegnin sy. Elira, merr ujë. Shpejt, urdhëroi ai, zëri i tij doli më i ashpër se sa synonte për shkak të emocionit që përpiqej të kontrollonte. E reja vrapoi përsëri te kamionçina sikur të kishte krah në këmbë, duke u kthyer brenda pak sekondash me një shishe ujë mineral që ishte në kroskoll.
Artani i mbajti kokën të moshuarës me njërën dorë, duke e anuar butësisht, dhe me tjetrën i afroi shishen të buzët e çara dhe me gjah. Ja lagu ngadalë, duke e lënë të pinte me glënika shumë të vogla, duke pasur frikë se nëse pinte shumë shpejt mund të mbytej ose të vilte. Ajo gëlltiti me vështirësi të dukshme, duke u kollitur dobët, por gradualisht frymëmarrja e saj filloi të bëhej pak më e rregullt, pak e dëshpëruar. Sytë e saj u hapën pak më shumë, duke u fokusuar te Artani me një shprehje që ai nuk mund ta deshifronte, por që e shqetësonte thellësisht. Do ta çojmë brenda në shtëpi, tha Artani me zë të vendosur, duke e ngritur gruan në krah sikur të mos peshonte asgjë. Elira, shko përpara dhe përgatit dhomën e miqve në katin e sipërm. Peshqir të pastër, ujë të ftohtë, dritare të hapura. Dhe mos i trego askujt ende për atë që ndodhi këtu. Askujt. E kuptove? Po, zotëri, u përgjigj Elira, duke vrapuar tashmë përpara tyre drejt shtëpisë. Artani e mbajti të moshuarën me një delikatesë që do të habiste çdo që e njihte vetëm si një biznesmen të ashpër. Çdo hap ishte i matur, i kujdesshëm, sikur të mbante diçka pafundësisht të çmuar dhe të brish që mund të thyej me lëvizjen më të vogël të beth. Dhe ndërsa shikonte atë fytyrë të shënuar nga vuajtja, diçka e çuditshme ndodhi brenda tij. Një ndjenjë shqetësuese familjariteti, sikur diku shumë larg në kujtesën e tij, ato tiparet i ishin të njohura. Por kjo ishte e pamundur. Ai kur nuk e kishte parë atë grua më parë në gjithë jetën e tij. Ishte i sigurt për këtë. Apo jo? Rrezet e para të diellit hynin përmes çarjeve të perdeve të dhomës së miqve, kur e moshuara më në fund hapi syt plotësisht. Artani, i cili kishte kaluar gjithë natën në një koltuk pranë krevatit, u zgjua nga lëvizja delikate e dyshekut dhe u ngrit menjëherë, duke u afruar me kujdes. Gjatë natës, mjeku privat i familjes kishte ardhur, e kishte ekzaminuar gruan, i kishte vënë serum dhe i kishte lënë ilaçe. Diagnostikoi dehidratim të rënd, djegje të shkallës së dytë në disa pjesë të trupit, raskapitje ekstreme. Nëse do të kishte qëndruar edhe disa orë në atë diell të pamëshirshëm, nuk do të kishte mbijetuar, ishin fjalët serioze të doktorit para se të largohej. Fytyra e të moshuarës ende mbante shenjat e vuajtjes, por kishte më shumë ngjyrë në lëkurën e saj, më shumë qartësi në shikimin e saj. Ajo puliti syt disa herë, sikur të përpiqej të orientohej në hapësirë, të përpunonte ku ishte dhe si kishte arritur aty. Kur sytë e saj takuan Artanin, diçka ndryshoi në shprehjen e saj. Një emocion kompleks përshkoi atë fytyrë të shënuar nga koha dhe dhimbja. Si ndiheni? E pyeti ai butësisht, zëri i tij doli i ulët për të mos e trembur. Keni nevojë për diçka? Ajo e shikoi për një moment të gjatë, buzët i lëviznin sikur të provonte nëse ende mund të formonte fjalë. Kur më në fund foli, zëri i saj doli i dobët por i qartë. Uj, të lutem. Artani i shërbeu një gotë me duar të kujdesshme, duke e ndihmuar të ulej pjesërisht, duke i mbështetur shpinën me jastëk. Ajo piu ngadalë, glënika të vogla të qëllimshme, duke mbyllur syt midis secilës sikur të shijonte lëngun në një mënyrë që vetëm dikush që ka qenë në prag të dehidratimit fatal mund ta kuptojë. Më pas, u mbështet përsëri në jastëk, duke marrë frymë më lehtë se natën e kaluar. Faleminderit, përshpëriti ajo, dhe kishte aq shumë emocion në këtë fjalë të thjeshtë sa Artani ndjeu diçka t'i shtrëngohej në gjoks. S'ka përse. E dini ku jeni? E dini kush jam unë? Ajo e vëzhgoi përsëri, dhe këtë herë kishte diçka ndryshe në atë shikim depërtues. Një përzierje trishtimi të thellë, dashurie të vjetër dhe një dhimbje që dukej se mbante peshën e dekadave. Kur foli, çdo fjalë ra në dhomë si një gur i hedhur në një liçen të qetë, duke krijuar valë që u zgjeruan në të gjitha drejtimet. E di. Ti je Artan Basha. Biri im. Heshtja që pasoi ishte aq e dendur sa dukej fizike, duke zënë të gjithë hapësirën e disponueshme, duke e bërë ajrin të vështirë për t'u marrë frymë. Artani ndjeu këmbët t'i humbnin forcën papritur dhe ju desh të mbështetej te komodina për të mos rënë. Duart e tij kapën drurin me aq forcë sa gishtat ju bën të bardhë. Për një moment të gjatë dhe të tmerrshëm, mendoi se kishte dëgjuar gabim, se gruaja po delironte, se dehidratimi ende i ndikonte mendimin. Por mënyra se si ajo e shikonte, ai intensiteti i emocionit të përmbajtur, bëri që diçka brenda tij të përdridhej në një mënyrë që nuk mund ta shpjegonte. Jo, tha ai më në fund, duke tundur kokën në mohim të prerë. Kjo nuk është e mundur. Nëna ime ka vdekur kur unë isha 8 vjeç.
E mbaj mend varrimin, i mbaj mend njerëzit me të zeza, mbaj mend që kam qarë për ditë të tëra. Ju nuk mund të jeni ajo. E mban mend vërtet, Artan? Pyeti ajo butësisht, lotët filluan t'i rridhnin në për fytyrën e shënuar. Apo mban mend atë që të thanë? Atë që të bën të besosh? Mendo mirë, biri im. Përpiqu të kujtohesh vërtet. Zërin tim duke të kënduar për të zënë gjumi. Për radhat që të tregoja para se të flije. Mënyrën se si të përkëdhelja flokët kur kishe frikë. Artani hapi gojen për të protestuar, për t'i mohuar të gjitha këto me forcë, por pastaj ndodhi diçka. Një kujtim i vagull dhe i turbull si një fotografi e vjetër doli nga thellësia e mendjes së tij. Një zë femëror që këndonte ulët një këngë djepi që ai nuk e kishte dëgjuar prej dekadash. Duar të buta që i përkëdhelnin flokët ndërsa bubullimat e trembnin jashtë. Era e livandës dhe sapunit të shtëpisë. Imazhe të fragmentuara të një kohe që ai mendonte se e kishte harruar plotësisht, ose që ndoshta nuk kishte ekzistuar kur vërtet. Nuk kuptoj, pëshpëriti ai, më shumë për vete se sa për të. Isha i sigurt. Të gjithë më thanë se kishe vdekur. Babai im, njerka ime, të gjithë. Pse do të gënjenin për këtë? Sepse ishte më e lehtë, shpjegoi Fatimja, zëri i saj fitoi forcë pavarësisht dobësisë fizike. Më e lehtë të thoshin se kisha vdekur se sa të shpjegonin se më fshin nga jeta jote. Se më larguan gradualisht, se më ndaluan të shija, të prekja, të isha nëna jote. Babai yt u dashurua me një grua tjetër, Artan. Me Dianën. Ajo ishte e re, e bukur, nga qyteti, plot ambicie dhe plane. Dhe unë isha vetëm gruaja e thjeshtë e fshatit, pa arsim formal, pa finesë. Një pengesë në rrugën e saj për t'u bërë zonja e kësaj ferme. Por babai im nuk do ta bënte këtë, protestoi dobët Artani, edhe pse ndjente të gjitha siguritë e tij të fillonin të çaheshin si xhami në presion. Ai ishte një njeri me nder, i respektuar nga të gjithë. Si mund ta fshinte thjesht nënën e birit të tij? Burrat bëjnë gjëra të tmerrshme kur janë të verbuar nga dëshira, tha Fatimja me hidhërim të dukshëm. Diana dinte saktësisht se si ta manipulonte. Ajo mbolli dyshime për aftësinë time për të qenë një nënë e mirë, për shëndetin tim mendor, për përshtatshmërinë time për të rritur trashëgimtarin e fermës Basha. Tha se ti kishe nevojë për një figurë amtare më të arsimuar, më moderne. Dhe babai yt i dobët siç ishte kur bëhej fjalë për të, ra dakord me gjithçka. Lotët tani rridhnin lirshëm nëpër fytyrën e Artanit. Një pjesë e tij ende rezistonte, ende donte të besonte se e gjithë kjo ishte një gabim, një shpikje mizore. Por kishte diçka në mënyrën se si ajo fliste, në detajet që dinte, në emocionin e vërtet që shfaqej në çdo fjalë, që e bënte të pamundur ta hidhte poshtë historinë e saj thjesht si delirium. Më trego, kërkoi ai, duke u ulur rënd në skaj të krevatit. Më trego gjithçka nga fillimi. Kam nevojë ta di të vërtetën, edhe nëse dhem. Fatimja mori frym thellë, duke mbyllur sytë sikur të mblidhte forcat për të rjetuar kujtime që ishte përpjekur t'i varroste për kaq shumë kohë. Kur filloi të fliste, zëri i saj kishte një cilësi të largët, sikur të rrëfente jetën e dikujt tjetër, jo të sajën. U martova me baban tënd kur isha 19 vjeç. Ai ishte më i madh, serioz, punëtor. Nuk ishte një martesë pasioni, por respekti të ndërsjell. Ti linde një vit më vonë dhe ishte dita më e lumtur e jetës sime. Të mbajta në krah dhe premtova se do të mbroja gjithmonë, se do të isha gjithmonë pranë teje. Por premtimet ndonjëherë thyen nga forca më të mëdha se vullneti ynë. Ajo ndaloi duke pirë edhe një glënjë ujë para se të vazhdonte. Kur ti ishe 5 vjeç, u shfaq Diana. Ajo ishte mbesa e një furnitori pajisjesh, erdhi të kalonte një sezon në fermë dhe babai yt u magjeps plotësisht. E pash të ndodhte, por nuk mund të bëja asgjë. I shija shikimet mes tyre, takimet e fshehta që mendonin se ishin diskrete. Dhe pastaj ajo filloi fushatën e saj kundër meje. Si? Pyeti Artani, duart e mbledhura grusht mbi gjunjë. Në mënyra delikate në fillim. Komente se si isha demode, si nuk dija të sillesha në shoqëri, si nuk kisha arsimin e nevojshëm për të udhëhequr siç duhet. Ajo e bindi baban tënd se ti kishe nevojë për një guvernante, dik më të kualifikuar se unë. Gradualisht u largova nga vendimet për rritjen tënde. Nuk mund të zgjidhja më rrobat e tua, ushqimin tënd, rutinën tënde.
Diana i bënte të gjitha këto, ndërsa unë u reduktova në një prani gjithnjë e më të padukshme në shtëpi. Dhe çfarë thoshte babai im për këtë? Arriti të pëshpëriste Artani. Në fillim, ai shtirej sikur nuk e vinte re se çfarë po ndodhte. Më pas, kur u përballa me të, thoshte se ishte për të mirën tënde, se unë duhet të kuptoja se ti kishe nevojë për më shumë se sa mund të ofroja unë. Dhe pastaj, kur ti ishe 7 vjeç, ajo i dha ultimatumin final. Unë ose ajo. Njëra prej nesh duhej të largohej nga shtëpia kryesore. Artani ndjeu të përzierat i ngjiteshin në fyll. Dhe ai zgjodhi atë. Zgjodhi. Më dërguan në një shtëpis në fund të pronës. Thanë se ishte e përkohshme, vetëm derisa ti të përshtateshe me situatën e re. Por e përkohshmja u bë e përhershme. Të pash nga larg disa herë, duke luajtur në kopsht, duke u rritur pa mua. U përpoqa të afrohesha një herë, por rojet më ndaluan. Diana kishte dhënë urdhra të prerë që unë të mos të shija më kurrë. Dhe pastaj, ata të treguan se kisha vdekur. Bën madje edhe një varrim të rrem. Një ceremoni për t'i dhënë autenticitet gënjeshtrës. Zëri i Fatimes u thye plotësisht tani, dënesat i shkunin trupin e brish. Artani u afrua dhe, pa menduar shumë se çfarë po bënte, i kapi dorën. Ishte e vogël dhe e ftohtë, e shënuar nga vena të dala dhe njolla moshe, por prapse prap familjare në një mënyrë që ai nuk mund ta shpjegonte racionalisht. Më fal, çau ajo. Më fal që nuk luftova më shumë, që nuk gjeta një mënyrë për të arritur te ti isha e dobët, e frikësuar, pa burime. Mendova se nëse thjesht do të bindesha, nëse do të qëndroja e qetë në këndin tim, ndoshta një ditë ti do të më kërkoje, do ta zbuloje të vërtetën vetë. Por ti u rrite duke besuar se isha e vdekur dhe unë mbeta këtu, e gjallë por e padukshme, një fantazm në pronën që dikur ishte shtëpia ime. Nuk ishte faji yt, tha Artani, duke u habitur me fjalët e tij. Ti ishe viktim po aq sa unë. Por Diana ka vdekur prej vitesh. Pse vazhdove e fshehur? Pse nuk erdhët tek unë kur ajo u largua? Fatimja fshiu lotët me kurrizin e dorës së dridhur. U përpoqa. Zoti e di që u përpoqa. Por pastaj erdhi Mirela. Dhe ajo ishte më e keqe se Diana, shumë më e keqe. Diana të paktën kishte një farë elegance në mizorinë e saj. Mirela ishte brutale. Kur zbuloi ekzistencën time, kur babai yt në shtratin e vdekjes i rrëfeu për mua, ajo më kërkoi. Më tha qartë se unë isha një problem që ajo nuk do ta toleronte. Se nëse do të përpiqesha të afrohesha me ty, do të më dëbonte nga prona pa asnjë qindar. Kjo tokë, Artan, është gjithçka që njoh. Jashtë saj, unë do të isha vetëm një grua tjetër e moshuar pa familje, pa para, pa të ardhme. Kështu që qëndrove, tha Artani, duke kuptuar më në fund dimensionin e tragjedisë. Qëndrove në hije e padukshme, ndërsa jeta ndodhte rreth teje. Qëndrova. Dhe ndërsa vitet kalonin, u bëra gjithnjë e më e papërshtatshme për Mirelën. Ajo donte të më fshinte plotësisht, jo vetëm nga jeta jote, por nga vetë ekzistenca. Dhe më në fund vendosi të bënte pikërisht këtë. Ishte ajo që urdhëroi të lidhnin në atë shtyllë, tha Artani, jo si pyetje, por si një pohim që më në fund kuptonte të vërtetën. Ishte. Tha se ishte koha që unë të zhdukesha për gjithmonë. Se askush nuk do të pyeste për mua sepse askush nuk e mbante mend që ekzistoja. Dhe gati ja doli. Po të mos ishte për atë vajzë të re, Elirën, unë nuk do të isha këtu tani. Sikur të ishte thirrur nga përmendja e emrit të saj, trokitje të lehta u dëgjuan në derë. Elira hyri duke mbajtur një tabaka me supë, bukë të freskët dhe çaj. Ajo ndaloi kur pa Artanin duke mbajtur dorën e Fatimes, të dy me fytyra të shënuara nga lotët dhe një buzëqeshje e butë dhe e trisht u shfaq në fytyrën e saj të re. Më falni për ndërprerjen, tha ajo me zë të ulët. Solla diçka për të ngrënë zonja. Mjeku tha se duhet të ushqeheni ngadalë me gjëra të lehta. Faleminderit e dashur, tha Fatimja, duke e parë Elirën me aq shumë dashuri sa e reja ndjeu sytë t'i digjinin. Ti më shpëtove jetën. Kur nuk do të harroj këtë. Bëra vetëm atë që çdo njeri duhet të bëj, u përgjigj Elira duke vendosur tabakan në komodinë. Askush nuk meriton të kaloj atë që kaluat ju. Fatimja e vëzhgoi Elirën me vëmendje ndërsa e reja rregullonte tabakan, rregullonte jastëkët, tregonte atë kujdes natyral që disa njerëz thjesht e kanë.
Kishte diçka tek ajo që i tërhiqte vëmendjen të moshuarës, diçka përtej mirësisë së dukshme. Një familiaritet që nuk mund ta emërtonte, por që prekte një pjesë të thellë të shpirtit të saj. Cili është emri yt i plot, e dashur? Pyeti papritur Fatimja. Elira Dervishi Kovaçi, zonjë. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me kuptim. Fatimja mbylli sytë fort, një shprehje dhimbje i përshkoi fytyrën. Artani e vuri re menjëherë. Çfarë ndodhi? Dervishi pëshpëriti Fatimja duke hapur sytë dhe duke e parë Elirën me një intensitet të ri dhe të frikshëm. Mbiemri yt i dytë është Dervishi. Si i imi. Si emri im i vajzërisë. Është mbiemri i nënës sime, shpjegoi Elira, e hutuar nga reagimi. Ajo quhej Helena. Helena Dervishi. Ajo u nda nga jeta kur unë isha shumë e vogël. Më rriti gjyshja ime, por edhe ajo u largua kur unë isha vetëm 5 vjeç. Kur nuk kam ditur shumë për familjen e nënës sime. Ajo nuk fliste për këtë. Fatimja filloi të qante përsëri, por këtë herë ishin lot të ndryshëm. Lot njohjeje, zbulimi, të një të vërtete që ishte njëkohësisht shkatëruese dhe mrekullibërse. Helena, përsëriti ajo, emri doli nga buzët e saj si një lutje. Helena ime. Vajza ime që ma morën. Vajza ime që kur nuk munda ta arris. Elira u zbeh papritur, këmbët i dridheshin. Çfarë po thoni ju? Unë pata një fëmijë tjetër, rrëfeu Fatimja, duke parë alternativisht Artanin dhe Elirën. Një vajzë. Helenën. Ajo lindi në një moment të vështirë, fryti një gabimi që bëra kur isha vetëm dhe e dëshpëruar. Diana e zbuloi dhe më dha një tjetër zgjedhje të pamundur. Ose Helena do të largohej për të rritur nga një familje tjetër, ose unë do të humbisja edhe Artanin. Si mund të zgjedh një nën mes një fëmije dhe tjetrit? Ata ma morën vajzën. Thanë se ajo do të kishte një jetë më të mirë larg meje. Dhe unë kur më nuk e pash. Kalova dekada pa ditur se çfarë kishte ndodhur me të. Tabakaja i ra nga duart e Lirës duke u thyrë në dy sheme në mira copa, por askush nuk dukej se e vuri re. E reja ishte e paralizuar, fytyra e saj tregonte një varg të shpejt emocionesh që nuk mund t'i përpunonte. Atëherë ju jeni, filloi ajo, por nuk mundi ta mbaronte fjalin. Gjyshja jote, plotësoi Fatimja, duke shtrirë një dorë të dridhur. Ti je mbesa ime, Elira. Gjaku im. Familja ime që mendova se e kisha humbur për gjithmonë. Dhe në atë moment, në atë dhomë të ngarkuar me zbulime të pamundura, 3 breza të një familjeje të shkatëruar më në fund u takuan. Artani e shikonte Elirën me sy të rinj, duke kuptuar se ajo e re që gjithmonë kishte qenë vetëm një punonjëse ishte në të vërtetë mbesa e tij, familja e tij. Elira e shikonte Fatimen me një përzierje shoku dhe kuptimi në rritje, të gjitha pjesët e shkëputura të jetës së saj më në fund po bashkoheshin në një model që kishte një kuptim të dhimbshëm. Dhe Fatimja i shikonte të dy me një dashuri aq intensive sa dukej fizike, e prekshme në ajrin mes tyre. Jashtë, dielli vazhdonte udhëtimin e tij të pamëshirshëm nëpër qiell. Por brenda asaj dhome, diçka themelore kishte ndryshuar. E vërteta, për kaq shumë kohë e varrosur, më në fund po dilte në sipërfaqe. Dhe asgjë nuk do të ishte më e njëjtë. Ditët në vijim sollën një transformim delikat por të dukshëm në fermën Mbasha. Fatimja po merrte veten ngadalë duke fituar forcë, ndërsa Artani kalonte orë të tëra pranë saj duke dëgjuar histori që mbushnin zbrazëtim në kujtesën e tij, duke rindërtuar fëmijërinë që ja kishin vjedhur. Elira, duke zbuluar veten si pjesë e një familjeje, lundronte midis shokut dhe një gëzimi hezitues. Por jo gjithçka ishte paqe. Mirela ishte bërë një prani e tensionuar, nervozizmi i saj i prekshëm në korridore, në shikimin e akullt, në mënyrën e ashpër si i trajtonte punonjësit. Një mëngjes, Elira u zgjua herët me një detyrë specifike. Mirela e kishte thirrur natën e kaluar, duke e urdhëruar në mënyrë të prerë të organizonte depon e krahut të vjetër të shtëpisë. Ishte një punë që prej vitesh askush nuk e bënte, dhe e reja e dinte fare mirë se kjo ishte vetëm një mënyrë për ta mbajtur atë të zënë larg Fatimes. Por nuk u ankua. Në fakt, ishte pothuajse mirënjohëse që kishte diçka konkrete për të bërë ndërsa përpunonte të gjitha zbulimet që po i ndryshonin jetën në mënyra që ende nuk arrinte t'i kuptonte plotësisht. Depoja ndodhej në katin e dytë të pjesës më të vjetër të ndërtesës, një zonë e harruar e shtëpisë që rrallë merrte vizita.
Kur Elira hapi derën e rënd, u prit nga një erë e fort myku, pluhuri dhe kohë të ndalur. Druri i dyshemes kërciste zhurmshëm nën këmbët e saj të zbathura ndërsa ecte drejt dritareve, duke i hapur një nga një për të lënë të hynte drita dhe ajri i freskët. Grimca të vogla pluhuri kërcenin në rrezet e diellit që pushtonin hapësirën, duke krijuar një efekt pothuajse magjik që kontrastonte me natyrën e zakonshme të detyrës që kishte përpara. Kishte mobilje të mbuluara me çarçaf të pluhurosur, kuti të grumbulluara në qoshe të errëta, baule të vjetra me dryna të ndryshkur. Ishte si të hyje në një kapsul kohe, në një vend ku objektet dhe kujtimet ishin harruar qëllimisht, të lëna pas sepse të kujtoje ishte shumë e dhimbshme. Elira filloi me dollapët më të vegjël, duke hapur dyrë që rënkonin në mentesha të palyra prej dekadash, duke ndarë atë që ende kishte ndonjë dobi nga ajo që duhej hedhur. Ishte kur hapi dollapin e tretë, më thellë dhe i fshehur pas një grumbulli karrigesh të thyra, që diçka e papritur i tërhoqi vëmendjen. Midis mbulesave të tavolinës të zverdhura nga koha dhe perdeve që nuk shërbenin më për asgjë, ishte një vëllim drejtkëndor i mbështjell me kujdes në një pëlhur pambuku që dikur kishte qenë e bardhë, por tani kishte një ngjyrë të verdhë të pacaktuar. Elira e tërhoqi me kujdes, duke e mbajtur objektin me nderim instinktiv, dhe zbuloi se ishte një ditar i vjetër, i lidhur me lëkurë tashmë të vjetruar dhe të shënuar nga koha. Zemra filloi t'i rrite më shpejt pa e kuptuar saktësisht pse. Kishte diçka në atë objekt që dukej e rëndësishme, që dukej se po priste të gjendej. U ul në dyshemen e pluhurosur, pa u shqetësuar për papastërtinë që do t'i njolloste rrobat, dhe hapi me kujdes faqen e parë. Kaligrafia ishte delikate dhe femërore, e shkruar me stilolaps me bojë blu që ishte zbehur, por ende ishte plotësisht e lexueshme. Në krye të faqes, një datë që e bëri Elirën të mbante frymën. Mars 1983. Dhe pak më poshtë, një fjali që ja bëri zemrën të rritë fort. Ky është ditari i Fatime Dervishi Basha. Nëse dikush e gjen një ditë, le ta di se këto fjalë janë e vërteta ime e vetme në mes të kaq shumë gënjeshtrave. Elira shikoi me nervozizëm drejt derës, duke u siguruar se ishte vetëm, se askush nuk mund ta shihte duke lexuar atë. E dinte se ishte gati të pushtonte intimitetin më të thellë të dikujt, të lexonte mendime që kur nuk ishin destinuar për sy të huaj. Por diçka më e fortë e shtynte të vazhdonte, një nevojë urgjente për të kuptuar, për të njohur historinë e plotë, për të bashkuar të gjitha pjesët e enigmës së pamundur që ishte bërë jeta e saj. Ktheu faqen me gishta të dridhur dhe filloi të lexonte. Shënimet e para ishin të ditëve të zakonshme, rutinë thjesht ferme, momente të vogla lumturie pranë Artanit kur ai ishte ende fëmijë. Fatime shkruante me një dashuri të prekshme për të birin, për vitet e para të jetës së tij, për gëzimin e të parit të tij duke hedhur hapat e parë, duke thënë fjalët e para, duke u rritur i fortë dhe i shëndetshëm. Kishte butësi në çdo fjali, një dashuri amtare aq e pastër dhe intensive sa Elira ndjeu lotët t'i digjnin syt edhe pse lexonte për njerëz dhe momente që nuk i kishte dëshmuar. Por ndërsa faqet përparonin, ndërsa muajt shndërroheshin në vite në shënimet e datuara, toni ndryshonte në mënyrë dramatike. Filluan të shfaqeshin referenca për një grua të quajtur Diana, e cila kishte ardhur nga qyteti dhe kishte pushtuar zemrën e gëzimit në një mënyrë që Fatimja nuk mund të konkuronte. Shënimet bëheshin më të shkurtra, më të hidhura, të ngarkuara me një dhimbje në rritje. Ajo më shikon me përbuzje, kishte shkruar Fatimja në një shënim të korrikut 1984. Sikur të isha vetëm një pengesë në rrugën e saj për gjithçka që dëshiron. Gëzimi nuk e kupton, ose ndoshta nuk dëshiron ta kuptoj. Ai është plotësisht i verbuar nga ajo që ndjen për të. Dhe unë, çdo ditë që kalon, ndihem sikur po zhdukem pak nga pak. Ndonjëherë shikoj në pasqyrë dhe mezi e njoh gruan që shoh të pasqyruar. Po bëhem e padukshme në shtëpinë time. Elira ktheu më shumë faqe, gjithnjë e më e zhytur në atë rrëfim të dhimbshëm. Shënimet bëheshin më të rralla, më të dëshpëruara. Fatimja përshkruante në detaje se si ishte larguar sistematikisht nga shtëpia kryesore, si vendimet për Artanin merreshin pa u konsultuar me të, si Diana kishte marrë gradualisht të gjitha rolet që më parë ishin të sajat, ndërsa ajo ishte lënë në një gjendje padukshmërie progresive dhe mizore. Dhe pastaj erdhi zbulimi që e bëri Elirën të ndalonte së marri frymë për një moment. Një shënim i janarit 1985, i shkruar me një kaligrafi më të nxituar, më të dëshpëruar se të mëparshme. Zbulova sot se po pres një fëmijë tjetër. Por nuk është i gëzimin.
Ai mezi më prek prej muajsh, mezi më shikon kur kaloj pranë tij në korridore. Ky fëmijë është fryti një gabimi të tmerrshëm, i një nate kur kërkova ngushëllim në krahët e dikujt që duhej të ishte vetëm një mik. Jam e tmerruar nga ajo që do të ndodh kur ta zbulojnë. Nëse Diana e merr vesh, do të më dëboj përfundimisht nga kjo fermë. Dhe nëse gëzimi e zbulon, kur më nuk do të mund ta shoh Artanin. Çfarë të bëj? Si mund ta mbaj këtë sekret vetëm? Ku të drejtohem kur nuk kam askënd? Elira ndaloi së lexuari, gjoksi i shtrënguar, lotët ja turbullonin shikimin. Fatimia kishte pasur një fëmijë tjetër. Një vajzë, e dinte tani. Helenën. Nënën e saj. Disa faqe më tej ishte një shënim për lindjen, i shkruar me një kaligrafi të dridhur që tradhtonte emocionin e dhunshëm të atij që e kishte shkruar. Ajo lindi sot, në agim, larg shtëpisë së madhe, larg të gjithë syve kureshtar dhe gjykues. E quajta Helena, si nëna ime që u largua kur isha shumë e re për t'i ruajtur kujtimet e saj me qartësi. Vajza ime është perfekte. Ka sy të errët të thellë si qielli natën dhe faqe rozë që kërkojnë të puthen. Por e di që nuk mund ta mbaj. Diana tashmë ka zbuluar gjithçka. Nuk e di si, por ajo gjithmonë i zbulon të gjitha. Dhe ajo më dha një ultimatum mizor. Ose Helena largohet për të rritur nga një familje tjetër larg këtej, ose unë largohem dhe kur më nuk e shoh Artanin. Si mund të bëj një nën një zgjedhje të tillë? Si mund të zgjedh mes një fëmije dhe tjetrit? Por zgjodha, Zot më fal. E lash Helenën të shkonte sepse nuk munda ta braktisja plotësisht Artanin. Dhe tani duhet të jetoj duke ditur se braktisa vajzën time për të mbajtur një farë afërsie me djalin tim. Çfarë lloj nëne jam unë? Faqet në vijim ishin dhimbje e pastër, rrëfime të fragmentuara të një gruaje që po shkatërrohej nga brenda. Fatimia shkruante për letra që kishte arritur të merrte gjatë viteve, të sjellë fshehurazi nga njerëz që kishin mëshirë për të, letra që flisnin për Helenën që rritej e fortë dhe e shëndetshme, për vajzën që bëhej grua, për atë që përfundimisht kishte edhe një vajzë. Një mbesë që Fatimia kur nuk do ta njihte. Ose kështu kishte menduar ajo deri në atë moment. Elira e mbylli ditarin me forcë, i gjithë trupi i dridhej. Gjithçka kishte kuptim tani. Gjithçka. Helena ishte nëna e saj, gruaja që kur nuk kishte folur për familjen, që gjithmonë e shmangte bisedën kur pyetej për origjinën e saj. Sepse ajo vetë nuk e dinte. Ishte rritur larg gjithçkaje, pa e ditur të vërtetën për lindjen e saj, për nënën që ishte detyruar ta braktiste. Dhe gjyshja e saj, gruaja misterioze që e kishte rritur për vetëm 5 vjet para se të largohej, ishte ndoshta personi që e kishte marrë Helenën nga ata që ja kishin marrë Fatimes. Vazhdoi të lexonte me etje në rritje, lotët binin lirshëm tani, duke njollosur disa faqe tashmë të brishta. Fatimia kishte shkruar për vitet e izolimit progresiv, për mënyrën se si ishte fshirë gjithnjë e më shumë jo vetëm nga jeta e Artanit, por nga vetë ekzistenca në fermë. Kishte shënime për ta parë atë nga larg, duke u rritur pa e kujtuar atë, për dhimbjen therse të qenit një e huaj për birin e saj. Kur Diana ndëroi jetë, kishte shkruar Fatimia me një shpresë të kujdesshme, mendova se më në fund mund t'i afrohesha përsëri Artanin. Se mund të zbuloja të vërtetën, të rikuperoja diçka nga ajo që kishim humbur. Por pastaj erdhi Mirela. Dhe ajo është më e keqe se Diana, shumë më e keqe. Diana të paktën kishte një farë elegance në mizorinë e saj, një farë maske civilizimi. Mirela është brutale dhe e drejt për drejt. Nuk e fsheh për buzjen e saj. Thot qartë se unë jam një fantazm që duhet të mbetet e varrosur. Kërcënon të më dëboj, të më dërgoj larg pa asgjë. Por ku do të shkoja? Kjo tokë, sado e keqe të jetë bërë për mua, është gjithçka që njoh. Këtu kanë lindur fëmijët e mi, këtu një pjesë e imja ende pret për njohje, për drejtësi, për dashuri. Shënimi i fundit ishte i kohëve të fundit, vetëm disa javë më parë. Kaligrafia ishte më e dridhur, duke zbuluar moshën e thyrë të atij që shkruante, por emocioni ishte po aq intensiv. Nuk e di sa kohë mund të rezistoj më. Mirela dëshiron të më heqë qafe përfundimisht. Jo vetëm të padukshme, por plotësisht inekzistente. Kam frikë nga ajo që ajo është në gjendje të bëjë për të arritur këtë qëllim. Nëse diçka ndodh me mua, nëse zhdukem vërtet këtë herë, le të jetë ky ditar prova se unë ekzistova, se dashurova, se isha nën. Dhe që Helena ta di, kudo që të jetë, se kur nuk pushova së menduari për të.
As për një ditë të vetme të gjithë këtyre viteve të tmerrshme dhe të vetmuara. Elira e mbylli ditarin me nderim, duke e mbajtur kundër gjoksit sikur të ishte objekti më i çmuar në botë. Që ndoshta ishte. Ishte provë konkrete e gjithçkaje që Fatimia kishte thënë, e gjithçkaje që kishin zbuluar. Nuk ishin vetëm fjalë të folura që mund të vieshin në dyshim ose të mos besoheshin. Ishte provë e shkruar, e datuar, e detajuar. Ishte e vërtet e dokumentuar. U ngrit shpejt, fshiu lotët nga fytyra me kurrizin e dorës dhe e futi ditarin brenda bluzës, kundër lëkurës. Duhej t'ia tregonte këtë Artanit dhe Fatimes. Duhej që ata ta dinin se e vërteta nuk ishte vetëm në kujtime dhe fjalë, por e regjistruar përgjithmonë në ato faqe të zverdhura. Zbriti shkallët sa më shpejt që mundi pa vrapuar, zemra i rrite aq fort sa dukej se donte t'i dilte nga gjoksi. Kur arriti në dhomën e miqve, Fatimia ishte ulur në një koltuk pranë dritares, duke parë kopshtin që më në fund mund ta shihte pa frikë. Artani ishte pranë saj, duke biseduar me zë të ulët për diçka që Elira nuk arriti ta dëgjonte. Të dy u kthyen kur e pan të hynte kaq papritur. Elira e mbylli derën pas vetes me duar të dridhura dhe nxori ditarin, duke ia shtrirë Fatimes sikur t'i ofronte një thesar të vjedhur që më në fund po kthehej te pronari i tij i ligjshëm. E gjeta këtë në depo, tha ajo, zëri i mbytur. I fshehur në fund të një dollapi. Dhe kam nevojë që ju të ma konfirmoni. Helena Dervishi. Vajza që përmendet. Ishte nëna ime, apo jo? Fatimia zgurdulloi syt kur pa ditarin, duart i shkuan te gjoksi në një gjest të pavullnetshëm, sikur të përpiqej të mbante zemrën që kërcënonte të shpëtonte. Fytyra ju zbe, pastaj u skuq, pastaj u zbe përsëri ndërsa një varg i shpejt emocionesh i përshkoi tiparet. Ngriti shikimin drejt Elirës dhe në të kishte njohje, dhimbje, shpresë dhe një dashuri aq intensive sa dukej e pamundur të përmbahej në një trup kaq të brish. Ishte, pëshpëriti ajo, zëri ju thye plotësisht. Ishte vajza ime. Helena ime. Vajza ime që kur nuk munda ta arris, kur nuk munda ta mbaj aq gjatë, kur nuk munda ta dua në mënyrën që një nën duhet të dojë. Dhe unë, vazhdoi Elira, lotët binin përsëri pa kontroll, unë jam vajza e saj. Që do të thotë se ju jeni gjyshja ime. Se jemi familje e vërtet. Se nuk jam vetëm në botë siç kam menduar gjithmonë. Mbesa ime, plotësoi Fatimia, duke shtrirë krahët e dridhur në një lutje të heshtur. Ti je mbesa ime, Elira. Gjaku im. Familja ime që mendova se e kisha humbur për gjithmonë. Elira kaloi dhomën me 3 hapa të mëdhenj dhe ra në krahët e Fatimes, duke dënesur me zë të lartë tani, e gjithë pesha e viteve të vetmisë dhe pyetjeve pa përgjigje më në fund gjeti lehtësim. E moshuara e përqafoi me gjithë forcën që trupi i saj i rikuperuar lejonte, duke qarë gjithashtu, duke murmuritur fjalë të pakuptueshme dashurie, lehtësimi dhe mirënjohjeje për këtë shans të dytë që jeta po i jepte. Artani vëzhgonte skenën në shok të heshtur, ditari në duart e tij tani, duke shfletuar faqet me sy që shihnin, por ende nuk arrinin ta përpunonin plotësisht. Elira nuk ishte vetëm një punonjëse e mirë që i kishte shpëtuar nënën. Ishte mbesa e tij. Ishte familje. Dhe e gjithë ajo e vërtet, e gjithë ajo histori e dhimbshme dhe komplekse, kishte qenë aty gjatë gjithë kohës, e fshehur në një depo të pluhurosur, duke pritur të gjendej. Ishte atëherë që dëgjuan hapa të rëndë dhe të shpejt në korridor. Doreza u rrotullua me forcë të dhunshme, por dera ishte e mbyllur. Goditje të paduruara u dëgjuan nëpër dru, të ndjekura nga një zë që të gjithë e njohën menjëherë. Artan. Hape këtë derë tani. Zëri i Mirelës ishte i mbret, i tërbuar, i ngarkuar me një zemërim që nuk përpiqej më ta fshite. Çfarë po ndodh aty brenda? Artani u ngrit ngadalë, duke e ruajtur ditarin me kujdes, duke shkëmbyer një shikim domethënës me Fatimen dhe Elirën. Mori frym thellë, duke u përgatitur për konfrontimin që e dinte se ishte i pashmangshëm, por që tani nuk e friksonte më. Kishte të vërtetën në anën e tij. Kishte prova. Kishte familje. Dhe kjo ishte më e fortë se çdo gënjeshtër që Mirela mund të përpiqej të mbante. Hapi derën me një lëvizje të vendosur dhe gjeti Mirelën aty, fytyra e kuqe nga zemërimi, sytë shkëlqenin nga një furi e papërmbajtur, trupi i tendosur si një litar gati për t'u këputur. Ajo hyri duke e shtyr pa ceremoni, duke ndaluar befas kur pa Elirën ende në krahët e Fatimes, të dyja me fytyra të shënuara nga lotët, por edhe nga diçka që dukej shumë si vendosmëri. Çfarë është kjo?
Kërkoi Mirela, zëri i saj u ngrit në ton. Çfarë cirku është ky që është ngritur në këtë dhomë? Nuk është cirk, Mirela, tha Artani, duke bërë një hap përpara dhe duke i bllokuar asaj pamjen e dy grave. Është familja. Është e vërteta. Është gjithçka që ti u përpoqe ta shkatëroje, por nuk ja dole. Dhe tani do të dëgjosh çdo fjalë që kam për të thënë. Çdo zbulim. Çdo akuzë. Dhe nuk do të mund të ikësh prej tyre këtë herë. Heshtja që pasoi deklaratën e Artanit ishte e dendur dhe mbytëse si ajri para një stuhie. Mirela shikonte alternativisht atë, Fatimen dhe Elirën, fytyra e saj kalonte nëpër një varg të shpejtë shprehjesh që zbulonin shumë më tepër se sa ajo do të donte. Habia, zemërimi, frika dhe më në fund ajo mask kontrolli që e përdorte aq mirë, duke u përpjekur të mblidhte veten edhe pse bota që kishte ndërtuar filloi të shembej rreth saj. Të vërteta? Përsëriti ajo, duke sforcuar një të qeshur që doli false dhe e mpreh. Çfarë lloj teatri të lirë është ky, Artan? Ti vërtet do të besosh historitë fantastike të kësaj gruaje? Dhe tani kjo shërbëtore është përfshirë gjithashtu në shfaqje? Nuk e prisja të ishe kaq lehtësisht i manipulueshëm. Artani ndjeu zemërimin të ngjitej si lavë e nxehtë brenda tij, por e mbajti zërin të vendosur dhe të kontrolluar. Kjo shërbëtore ka një emër. Elira. Dhe ajo nuk është vetëm një punonjëse e kësaj shtëpie. Është mbesa ime. Vajza e motrës që kur nuk e dija se kisha. Mbesa e nënës që ju më bëtë ta harroja. Dhe jo, Mirela, nuk po manipulohem. Më në fund po shoh të vërtetën pas vitesh që kam jetuar në gënjeshtrën tënde. Mirela u zbe dukshëm, maska u lëkund për një moment të shkurtër para se ajo të mblidhte veten. Kjo është plotësisht qesharake. Ju po mashtroheni. Kjo grua shfaqet nga hiçi pas dekadash, kjo vajzë gjen rastësisht një ditar të vjetër dhe papritur të gjithë janë familje e lumtur. Të lutem, Artan. Ti gjithmonë ke qenë më i zgjuar se kaq. Mos u lër të rrëmbej sentimentalizmi i lirë. E lexova ditarin, Mirela, kundërshtoi Artani, duke marrë ditarin e lëkurës nga duart e Elirës dhe duke e ngritur para saj si provë të pakundërshtueshme. Çdo fjalë, çdo datë, çdo emër, përfshirë tëndin. Po, ti përmendesh këtu më shumë se një herë. Fatimja të njihte shumë mirë. E dinte saktësisht se çfarë ishe në gjendje të bëje. Dhe kishte të drejtë të kishte frikë nga ty. Mirela u hodh përpara shpejt, duke u përpjekur t'ia rrëmbente ditarin nga duart në një lëvizje të beftë dhe të dëshpëruar, por Artani u tërhoq me shkaftësi, duke e mbajtur ditarin jashtë mundësive të saj. Sytë e saj shkëlqenin tani me një furi që nuk mund ta fshite më, të gjitha pretendimet e qetësisë më në fund u braktisën. Ma jep atë tani, fërshëlleu ajo mes dhëmbëve të shtrënguar. Kjo nuk është puna jote. Janë vetëm deluzione të një gruaje të vjetër dhe të hutuar. Si nuk është puna ime? Bërtiti Artani, dhe ishte hera e parë në vite që Elira e shite të humbiste plotësisht të ruan. Bëhet fjalë për nënën time. Për familjen time. Për gjithë jetën që ju ma vodhët. Për të gjitha gënjeshtrat me të cilat më ushqyet që fëmijë. Si guxon të thuash se nuk është puna ime? Fatimja, ende e ulur por me një qëndrim të drejtë dhe dinjitos pavarësisht brishësisë së saj fizike, e vëzhgonte Mirelën me një shprehje që përziente dhimbjen, keqardhjen dhe diçka afër kuptimit të hidhur. Ti e dije që në fillim, apo jo? Pyeti ajo me zë të ulët por të qartë. E dije kush isha kur gëzimi rrëfeu për mua në shtratin e tij të sëmur. E dije gjithë historinë, atë që Diana më kishte bërë, si isha fshirë. Dhe vendose të vazhdoje aty ku ajo e la. Vendose se ishte më e përshtatshme ta mbaje fantazmën të varrosur sesa ta lije të vërtetën të dilte në dri. Mirela u kthye drejt saj me sy që shkëlqenin. Ti nuk duhet të ishe këtu, zëri i saj doli i ulët por i ngarkuar me helm. Kur? Ishte një marrëveshje e thjeshtë. Ti qëndroje e qetë në shtëpizën në fund, e padukshme, dhe ne kujdeseshim për nevojat e tua bazë. Por ti nuk dite të qëndroje në vendin tënd, apo jo? Duhej të shfaqeshe, duhej të shiheshe, duhej të ekzistoje kur funksioni yt ishte thjesht të mos ekzistoje. Duhej të prishje gjithçka. Atëherë ishe ti, tha papritur Elira, zëri i saj doli i dridhur por plot zemërim të përmbajtur. Ishe ti që e lidhe në misrishte. Që e le të vdiste në ndjell si një kafshë.
Si mundet i bëje diçka të tillë një personi tjetër? Një gruaje të moshuar të pambrojtur? Unë nuk kam bërë asgjë të tillë, u përgjigj Mirela shumë shpejt, shumë mbrojtëse, fjalët e saj pengoheshin te njëra tjetra. Ajo duhet të ketë dalë vetë, të ketë humbur. Të moshuarit hutohen, të gjithë e dinë këtë. Nuk është faji im nëse ajo nuk ka më gjykim për të kujdesur për veten. Gënjeshtër, tha Fatimja, dhe kishte një forcë në zërin e saj që i habiti të gjithë në dhomë. Ti erdhët personalisht në shtëpinë time atë mëngjes. Më the se ishte koha që unë të largohesha për gjithmonë, se prania ime ishte një problem që ti nuk do ta toleroje më. Kur u përpoqja të rezistoja, kur thash se kisha po aq të drejtë të isha këtu sa ti, thirre 2 nga njerëzit e tu të besuar. Ata më quan në misrishte. Ti urdhërove personalisht që të më lidhnin në atë shtyllë. Të dëgjova të thoshe se dielli do të kujdesej për pjesën tjetër. Se askush nuk do të pyeste për mua sepse askush nuk e dinte që ekzistoja, askujt nuk i interesonte. Dhe gati kishe të drejtë, apo jo? Fjalët ranë në dhomë si bomba, secila duke shpërthyer dhe duke lënë rënoja. Artani ndjeu këmbët t'i dobësoheshin, ju desh të mbështetej përsëri te komodina. Elira mbuloi gojen me duar, sytë e zgurdulluar nga tmerri. E gjithë dhoma dukej se rrotullohej rreth tyre ndërsa përpunonin pafundësinë e atij rrëfimi. Mirela qëndroi aty për një moment të gjatë, gjoksi i ngrihej dhe ulej shpejt, duke kërkuar ndonjë rrugdalje që nuk ekzistonte më. Kur foli, zëri i saj kishte humbur çdo pretendim pafajësie. Nuk mund të provosh asgjë nga këto. Është fjala e saj kundër fjalës sime. Kujt do t'i besosh, Artan? Një gruaje që u zhduk nga jeta jote 40 vjet më parë, apo gruas që ka qenë pranë teje 5 vitet e fundit? Asaj që u kujdes për ty, për këtë fermë, për gjithçka? Unë i besoj asaj, tha Artani pa hezitim, zëri i tij i fortë si shkëmbë. Sepse çdo fjalë që del nga goja e saj më kthen kujtime që as nuk e dija se i kisha. Sepse kur ajo tregon histori nga fëmijëria ime, unë mund t'i ndjej në shpirt. Mund të shoh imazhe që ishin varrosur aq thellë sa mendova se ishin vetëm ëndra. Dhe sepse në thellësi të zemrës sime gjithmonë e kam ditur se diçka ishte thellësisht gabim. Gjithmonë e kam ndjer këtë zbrazëti, këtë ndjenjë se më kishin marrë diçka themelore. Ti më bëre të besoja se ishte paranoj, se po shpikja probleme. Por nuk ishte ashtu. Po ndjeja mungesën e saj. Mungesën e së vërtetës. Mirela bëri një hap prapa sikur të ishte goditur fizikisht, fytyra e saj tregonte për herë të parë diçka që dukej si cenueshmëri e vërtetë. Por ishte vetëm një çast para se zemërimi të kthehej me forcë të plotë. Do të më lësh të dal tani, urdhëroi ajo, duke u përpjekur të rifitonte një ton autoriteti që nuk e zotëronte më. Dhe të gjithë do ta harrojmë këtë bisedë qesharake. Nesër, kjo grua do të jetë larg këtej dhe gjithçka do të kthehet në normalitet. Ashtu siç duhej të ishte gjithmonë. Jo, u përgjigj Artani me qetësi absolute. Ti do të qëndrosh këtu derisa unë të vendos saktësisht se çfarë do të bëj me ty. Do të mbledh dëshmitar, do të dokumentoj gjithçka, do të sigurohem që ti të përgjigjesh për atë që ke bërë. Dhe Fatimja nuk do të shkojë askund. Kjo ka qenë gjithmonë shtëpia e saj, gjithmonë. Ti je ndërhyrësja këtu. Ti je ajo që nuk i përket. Elira vëzhgonte gjithçka me zemër të përshpejtuar. Një pjesë e saj donte të ndërhynte, por e dinte se ky ishte një moment që Artani duhej ta përballonte vetëm. Ishte çarja e nevojshme, prerja e kordonit të padukshëm që e kishte lidhur për kaq shumë kohë me manipulimet e Mirelës. Gruaja ndryshoi taktik me shpejtësi mbresëlënëse. Syt ju mbushën me lodh që dukeshin të vërtet, zëri ju bë i butë dhe lutës. Artan, dashuria ime, të lutem. Je i hutuar, i stresuar. E kuptoj plotësisht. Por mos e bëj këtë. Mos hidh poshtë gjithçka që kemi ndërtuar së bashku, gjithë këto vite, për shkak të historive të së kaluarës. Unë të dua. Ti e di që të dua. Mos i lër ato të shkatërrojnë atë që kemi. Por Artani nuk u lëkun. Nëse do të më doje vërtet, Mirela, kur nuk do të kishe bërë atë që bëre. Kur nuk do të ma kishe fshehur të vërtetën për gjithë këto vite. Kur nuk do të ishe përpjekur të vrisje në nënën time. Dashuria nuk ndërtohet mbi gënjeshtra dhe mizori. Ajo që kishim, nëse kishim diçka të vërtet, mbaroi në momentin që ti lidhe një grua të pambrojtur në një shtyllë për të vdekur.
Fjalët mbetën pezull në ajër, përfundimtare dhe të pakthyeshme si një dënim. Mirela e kuptoi në atë moment se kishte humbur plotësisht. I gjithë manipulimi, i gjithë kontrolli që kishte ushtruar për vite me kaq efikasitet, gjithçka po shembej si një kështjell letre në një fllatë të fortë. Do të pendohesh për këtë, tha ajo, dhe tani zëri i saj u bë përsëri i ashpër, i zhveshur nga çdo pretendim butësie. Do ta lë këtë ferm dhe do të marr me vete gjithçka që është ligjërisht e imja. Dokumentet që nëna jote e dashur mi kaloi aq bujarisht në emrin tim kur mendonte se mund të më blinte. Pasuritë, të drejtat. Do ta zbulosh se nuk mbetet shumë pa mua, Artan. Artani buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e trisht, pa asnjë gjurmë humori. Mund t'i marrësh të gjitha. Nuk më interesojnë pasuritë materiale. Preferoj të filloj nga e para me të vërtetën se sa të vazhdoj i pasur mbi gënjeshtra. Dhe për dokumentet, avokatët e mi tashmë por i shikojnë të gjitha transfertat që ke bërë. Çdo gjë e marrë me detyrim ose mashtrim do të kthehet. Ti e di këtë. Mirela e shikoi për disa sekonda të tjera dhe në atë moment e lira pa qartë se çfarë ishte ajo në të vërtetë në gjithë atë fasadë të ndërtuar me kujdes. Kishte zemërim, po, por edhe frikë. Frikë nga humbja e gjithçkaje, frikë nga përballja me pasojat, frikë se do t'i duhej të rindërtonte një jetë larg asaj pozite pushteti që e çmonte aq shumë. Kjo nuk ka mbaruar, pështyu ajo fjalët si helm. Ti do të më kërkosh përsëri. Do ta kuptosh gabimin tënd kur të jesh vetëm me këto të dyja që ushqehen me emocionet e tua. Dhe atëherë do të jetë tepër vonë. U kthye dhe doli duke përplasur derën me aq forcë sa kuadrot në mure u dridhen. Hapat e saj u dëgjuan në korridor, të shpejt dhe të furishëm, të shoqëruar nga zhurmat e dyerve që hapej dhe mbylleshin dhunshëm, sirtarëve që zbrazeshin. Furia e saj manifestohej në mënyrën brutale si i trajtonte objektet rreth saj. Artani u ul rënd në koltuk, duke kaluar duart nëpër fytyrë në një gjest raskapitjeje të thellë. Fatimja dhe Elira shkëmbyen një shikim para se Elira të shkonte tek ai, duke i vendosur dorën butësisht në shpatull në një përpjekje për ngushëllim të heshtur. Bë të gjën e duhur, tha ajo me zë të ulët, zëri i saj i ngarkuar me sinqeritet. E di që dhemb, por ishte e nevojshme. E di, u përgjigj ai, zëri i tij doli i lodhur, por edhe me një gjurmë lehtësimi. Dhemb sepse kuptoj se e gjithë jeta ime ka qenë e bazuar në gënjeshtra. Se personi të cilit i besoja, me të cilin ndaja jetën time, ishte në gjendje për diçka kaq monstruoze. Por në të njëjtën kohë, ndjej se më në fund mund të marr frym. Sikur një peshë që as nuk e dija se e mbaja të ishte hequr nga supet e mia dhimbja është pjesë e shërimit, tha Fatimja nga karrigia ku qëndronte ulur, zëri i saj i butë por plot mençuri të lindur nga vuajtja. Dhemb sepse më në fund po ndjen gjithçka që është shtypur për dekada. Por do të kaloj, biri im. Në anën tjetër të kësaj dhimbjeje është e vërteta. Dhe e vërteta gjithmonë të liron, edhe kur djeg duke kaluar. Në orët në vijim, ferma u pushtua nga një trazim i pazakontë. Mirela mblidhte gjërat e saj me nxitim frenetik, duke bërtitur urdhra për punonjësit e hutuar që mezi dinin si të përgjigjeshin. Disa përpiqeshin ta ndihmonin nga zakoni ose frika, të tjerë thjesht vëzhgonin nga larg, duke përpunuar ndryshimin dramatik që po ndodhte para syve të tyre. Elira zbriti në kuzhinë kur gjithçka u qetësua pak dhe gjeti teze luljen duke përgatitur çaj, duart i dridheshin lehtë, fytyra e shënuar nga lotët e fundit. Kuzhinierja ngriti syt kur e reja hyri dhe kishte aq shumë faj në atë shikim sa Elira ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Është e vërtet atëherë? Pyeti lulja me zë të ulët dhe të thyer. Ajo vërtet ja bëri atë gjë zonjës Fatime? E lidhi për të vdekur? Elira pohoi me kokë, duke u ulur në tryezën e rënd prej druri që zinte qendrën e kuzhinës. E bëri. Dhe ende u përpoq ta mbulonte gjithçka, ta bënte të dukej sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Por tani e vërteta doli në drig. Dhe nuk ka më kthim prapa. Teze lulja mbylli syt fort, lotët rridhnin lirshëm tani. E dija, rrëfeu ajo në një pëshpëritje të dëshpëruar. Zot më fal, por e dija se diçka ishte shumë gabim. E shija zonjën Fatime nga larg ndonjëherë, kur shkoja në fund të pronës, shumë e dobët, shumë e trishtuar. Dhe shtiresha sikur nuk e shija sepse kisha frikë. Frikë se do të humbisja punën, frikë se nuk do të arrija të mbaja nipërit e mbesat. Por kjo nuk e justifikon, kur nuk do ta justifikoj. Duhej të kisha bërë diçka. Çfarë do?
Mund të bëni diçka tani, tha Elira me vendosmëri, duke kapur dorën e rrudhur të kuzhinieres. Mund të tregoni të vërtetën. Mund të konfirmoni atë që keni parë, atë që keni ditur. Fjala juaj ka rëndësi, teze Lulje. Të gjitha fjalët kanë rëndësi tani. Lulja pohoi me kokë me një vendosmëri që po linte në sytë e saj të kuq. Do ta tregoj, po. Kujtdo që ka nevojë ta dëgjoj. Autoritetet nëse është e nevojshme. Nuk do të kem më frikë. Nuk do të jem më bashkëpunëtore e heshtur e padrejtësisë. Njerëz të tjerë filluan të shfaqeshin në kuzhinë ndërsa lajmi përhapet. Xhaganiu, kujdestari më i vjetër me kapelen në duar dhe turp në fytyrë, tregoi se e kishte parë Fatimen duke u çuar në fund të pronës dekada më parë, kur ishte vetëm një djalë që punonte me baban e tij. Ishte bindur nga frika dhe tani kërkonte falje. Artani zbriti shkallët menjëherë dhe i vuri dorën në shpatull burrit më të moshuar në një gjest mirëkuptimi dhe faljeje. Nuk ke nevojë të kërkosh falje, Gani. Frika është një burg shumë i fuqishëm dhe real. E rëndësishme tani është se të gjithë jemi të lirë prej saj. Mund të fillojmë nga e para me ndershmëri. Punonjës të tjerë filluan të flisnin atëherë, secili duke ndarë fragmente të vogla të së vërtetës që kishin ruajtur për vite. Teze Drita tregoi mes lotësh për herët kur i çonte ushqim fshehurazi Fatimes kur askush nuk e shite. Teze Lulja pranoi se ishte shtirur sikur nuk e shite kur takoheshin rastësisht në pronë. Ishte sikur një digë emocionale më në fund ishte thyer, dhe gjithçka që ishte mbajtur e ndrydhur për kaq shumë kohë mund të rrifte lirshëm për herë të parë. Kur nata ra plotësisht mbi fermë, Mirela tashmë ishte larguar. Kishte marrë valigjet e saj të nxituara, disa sende personale dhe premtimin e hidhur se kjo nuk kishte mbaruar. Por Artanit nuk i interesonte. Për herë të parë në shumë vite, ndjente se mund të merrte frymë lirshëm, se mund të ishte i sinqert me veten për atë se kush ishte dhe nga vinte. U ngjit në dhomën ku Fatimja dhe Elira tani po bisedonin me zë të ulët, duke shkëmbyer histori, duke mbushur hapësirat boshe të dekadave të humbura me fjalë, lot dhe të qeshura hezituese. Ai ndaloi në derë, duke i vëzhguar të dyja, dhe ndjeu diçka t'i ngrohej thellë në gjoks. Kjo ishte familja. Kjo ishte reale. Dhe vlente pafundësisht më shumë se çdo gënjeshtër e rehatshme që kishte besuar ndonjëherë se ishte e vërtetë. Mund të hyj? Pyeti ai butësisht. Të dyja buzëqeshën dhe i bën shenjë të bashkohej, duke hapur vend në krevatin ku ishin ulur. Artani u rehatua mes tyre dhe për herë të parë në shumë kohë, ndjeu se ishte pikërisht aty ku duhej të ishte. Rruga përpara do të ishte e vështirë, e dinte. Do të kishte pasoja, sfida, ndoshta edhe betejë ligjore. Por nuk kishte rëndësi. Sepse tani kishte diçka që kur nuk e kishte pasur vërtet më parë. Kishte familjen e tij përsëri. Dhe ishte gati të luftonte për të. Rrezet e para të diellit hynin përmes perdeve kur Artani u zgjua. Për herë të parë në vite, kishte fjetur thellë, pa makthe, pa atë ndjenjë se diçka ishte gabim. U ngrit dhe shkoi te dritarja për të vëzhguar fermën që zgjohej nën dritën e ardh. Punonisit tashmë kishin filluar punët, bagëtia pëlliste në largësi, qielli i lyer me roz premtonte një tjetër ditë të nxehtë. Kishte diçka ndryshe në ajër, një lehtësi, sikur një peshë e padukshme të ishte hequr nga e gjithë prona. Zbriti në kuzhinë dhe gjeti Elirën duke përgatitur kafe. Ajo buzëqeshi rrezatuese. Mirëmëngjes, Xhaxha Artan, tha ajo. Ai ishte Xhaxha, kishte familje. Mirëmëngjes, mbes, u përgjigj ai duke qeshur. Si është nëna? Më mirë çdo ditë. Dje biseduam për orë të tëra. Ajo tregoi për nënën time, për familjen. Më në fund gjithçka ka kuptim. Artani pohoi me kokë. Edhe ai e kishte kaluar natën duke dëgjuar Fatimen, historitë e saj mbushnin zbraztirat e kujtesës. Sa më shumë dëgjonte, aq më shumë kujtonte, sikur mendja e tij më në fund të mund të hynte në atë që ishte mbyllur për dekada. Pas kafes, vendosi të fliste me të gjithë punonisit. I kërkoi Elirës t'i mblidhte në obor. Kur të gjithë ishin të pranishëm, u ngjit në verandë për t'u parë. Falenderoi për praninë dhe filloi të shpjegonte të vërtetën për Fatimen, nënën e tij që ishte mbajtur e fshehur për kaq shumë vite. Dua të falenderoj praninë e të gjithëve këtu, filloi Artani, zëri i tij i vendosur por i ngarkuar me emocion të vërtetë. E di që ditët e fundit kanë qenë jashtëzakonisht të hutuara, plot ndryshime dhe zbulime që askush nuk i priste.
Ju meritoni të dini të vërtetën e plot për atë që ndodhi. Gruaja që Elira gjeti të lidhur në Misrishte nuk është një e huaj që pushtoi pronën. Ajo është Fatime Dervishi Basha. Nëna ime. Ajo ka qenë gjithmonë këtu, në këtë fermë, por është mbajtur e fshehur, e larguar, e trajtuar sikur të mos ekzistonte. Kjo ishte një padrejtësi e tmerrshme që zgjati shumë gjallë. Pati murmurima mes punonjësve të mbledhur. Disa dukeshin vërtet të habitur, të tjerë qartësisht dyshonin se diçka ishte shumë gabim prej vitesh. Teze Lulja dhe Xhagani u shkëmbyen shikime të ngarkuara me kuptim dhe faj të përbashkët. Ajo që i ndodhi asaj është e papranueshme, vazhdoi ai. Asgjë e ngjashme nuk do të ndodhë më këtu. Askush nuk do të harrohet, nuk do të heshtet apo nuk do të mos respektohet. Kjo fermë është vend pune dhe dinjiteti. Disa duar trokitën. Artani vazhdoi duke thënë se kushdo që donte të fliste për atë që kishte parë do të ishte i mbrojtur. Xhagani u bëri një hap përpara dhe tregoi se e kishte parë Fatimen duke u çuar në fund të pronës vite më parë, kur punonte me baban e tij. Ishte bindur nga frika dhe tani kërkonte falje. Artani zbriti shkallët menjëherë dhe i vuri dorën në shpatull burrit më të moshuar në një gjest mirëkuptimi dhe faljeje. Nuk ke nevojë të kërkosh falje, Gani. Frika është një burg shumë i fuqishëm dhe real. E rëndësishme tani është se të gjithë jemi të lirë prej saj. Mund të fillojmë nga e para me ndershmëri. Punonjës të tjerë filluan të flisnin atëherë, secili duke ndarë fragmente të vogla të së vërtetës që kishin ruajtur për vite. Teze Drita tregoi mes lotësh për herët kur i çonte ushqim fshehurazi Fatimes kur askush nuk e shite. Teze Lulja pranoi se ishte shtirur sikur nuk e shite kur takoheshin rastësisht në pronë. Ishte sikur një digë emocionale më në fund ishte thyer, dhe gjithçka që ishte mbajtur e ndrydhur për kaq shumë kohë mund të rrite lirshëm për herë të parë. Kur mbledhja mbaroi gati një orë më vonë, Artani ndjeu se diçka themelore dhe e thellë kishte ndryshuar përgjithmonë. Nuk bëhej fjalë vetëm për Fatimen, për Elirën, apo për Mirelën. Bëhej fjalë për gjithë atë komunitet njerëzish, për mënyrën se si lidheshin me njëri tjetrin, për llojin e vendit që ferma Basha do të ishte që aty e tutje. Një vend i së vërtetës, jo i heshtjeve bashkëpunëtore. U kthye brenda në shtëpi dhe u ngjit në dhomën e Fatimes. Ajo ishte ulur në një koltuk të rehatshëm pranë dritares së hapur, duke parë peizazhin që gjithmonë kishte qenë i saj me të drejtë, por nga i cili ishte privuar mizorisht për kaq shumë kohë. Kopshti lulëzonte poshtë, pemët valviteshin butësisht me fladin dhe gjithçka dukej më e gjallë në një farë mënyre. Ajo u kthye kur ai hyri dhe kishte një paqe të qetë në fytyrën e saj të rrudhur. Të dëgjova duke folur atje poshtë me punonjësit, tha ajo butësisht, një lot i vetmuar i rodhi në përfaqe. Babai yt do të ishte shumë krenar për burrin që je bër, Artan. Edhe pse u desh gjithë kjo kohë për të arritur këtu, ti arrite. Dhe kjo është ajo që ka vërtet rëndësi në fund. Artani u ul në skaj të krevatit përballë saj, duke i kapur duart e vogla dhe të ftohta mes të tijave. Nën, tha ai, dhe fjala ende dilte me një farë vështirësie, por gjithnjë e më natyrshëm, ka kaq shumë gjëra që dua të bëj për të kompensuar disi gjithë kohën që kemi humbur. Por nuk e di as nga t'ja filloj saktësisht. Fatimja ja shtrëngoi duart me forcën befasuese që po rifitonte. Nuk ke nevojë të kompensosh absolutisht asgjë, biri im i dashur. E kaluara ka kaluar dhe nuk mund të ndryshohet sado që të duam. Ajo që ka rëndësi vërtet është e tashmja, është ky moment tani. Është të mund të jemi këtu së bashku, duke rindërtuar atë që u thye kaq shumë kohë më parë. Dhe kemi edhe Elirën me ne. Mbesën time. Mbesën tënde. Një shans i dytë i çmuar që Zoti apo fati na dha kur nuk prisnim më mrekulli. Sikur të ishte thirrur nga përmendja e emrit të saj, Elira u shfaq në derë pikërisht në atë moment, duke mbajtur një tabaka me çaj të nxehtë dhe biskota shtëpie ende të ngrohta. Mund të hyj? Pyeti ajo me atë buzëqeshje që ndriçonte çdo ambient. Sigurisht, e dashur, u përgjigj Fatimja me butësi amtare. Eja, ulu me ne. Je pjesë e kësaj familjeje, po aq sa secili prej nesh. Elira e vendosi tabakan me kujdes në komodinën anësore dhe u rehatua në dysheme e mbështetur pas murit, në një pozicion që i kujtonte kur ishte fëmijë dhe dëgjonte histori nga gjyshja që mezi e kishte njohur. Të tre qëndruan aty duke biseduar për orë të tëra për hapat e ardhshëm, për ndryshimet e nevojshme në fermë, për mënyrën se si të nderohej siç duhet kujtimi i atyre që ishin harruar ose fshirë.
Dua ta shndërroj shtëpizën në fund ku jetove në një memorial, tha papritur Artani, ideja I lindi në mendje me qartësi kristalore. Jo një vend trishtimi morbid, por kujtimi domethënës dhe mësimi. Që askush të mos harroj kur atë që ndodhi aty. Që kjo histori e tmerrshme të mos përsëritet kur, as këtu e as askund tjetër. Fatimia e konsideroi idenë në heshtje për disa momente dhe pastaj pohoi me kokë me miratim. Është një ide e mirë, biri im. Të shndërrosh dhimbjen në mësim ka vlerë të pamas. Por jo vetëm një memorial statik. Dua të jetë edhe një vend mikpritjeje. Për njerëzit që kanë nevojë për ndihmë, për një vend të sigurt, për dikë që t'i shoh dhe t'ua njoh humanizmin. Që ajo hapësirë që ishte e përjashtimit dhe vuajtjes të bëhet një hapësirë për fshirje dhe shërimi. Elira ndjeu sytë t'i mbusheshin me lotë mirënjohjeje përsëri. Ju jeni njerëz të mrekullueshëm, tha ajo me zë të ulët, zëri I saj plot emocion. Të dy. Të arrini të shndërroni kaq shumë vuajtje në diçka që do të ndihmojë të tjerët. Kjo është vërtet e jashtëzakonshme. Ditët që pasuan ishin të një aktiviteti intensiv dhe transformimi të thellë. Artani filloi menjëherë të riorganizoi të gjithë administrimin e fermës, duke punuar me avokat për të kthyer transfertat mashtruese që Mirela kishte bërë, duke rikuperuar dokumente të rëndësishme dhe pasuri që ajo ishte përpjekur t'i devionte. Zbuloi se ajo kishte qenë e përpikt në përpjekjet e saj për të vjedhur, por veprimet e saj të nxituara kur u përball la gjurmë të qarta që e lehtësonin shumë rikuperimin e gjithçkaje. U punësua një avokat kompetent për të garantuar që Fatimia të merrte gjithë njohjen ligjore që meritonte si nën legjitime dhe gruaja e parë e Gëzim Bashës. U organizuan letrat, u dëgjuan dhe u dokumentuan dëshmitarët dhe gradualisht e vërteta zyrtare filloi të përputhej me të vërtetën reale që kishte ekzistuar gjithmonë, por ishte mohuar. Shtëpiza në fund u rinovua plotësisht me dashuri dhe qëllim. U shndërrua në një qendër të vogël mbështetjeje për punëtorët rural dhe familjet e tyre, duke ofruar ndihmë mjekësore bazë, mbështetje arsimore për fëmijët dhe ndjekje psikologjike për çdo që kishte nevojë. Fatimia Këmbënguli absolutisht të merrte pjesë aktivisht në inaugurimin disa javë më vonë, duke prerë shiritin ceremonial pranë Artanit dhe Elirës, të tre duke buzëqeshur për fotografitë që do të dokumentonin atë moment historik shpengimi dhe rifillimi. Elira, e cila më parë ishte vetëm një shërbëtore e padukshme dhe pa të ardhme të qartë, tani kishte një rol krejtësisht të ndryshëm dhe domethënës në fermë dhe në familje. Artani Këmbënguli me forcë që ajo të studionte, të realizonte ëndrat arsimore që I kishte lënë mënjan nga nevoja. E regjistroi në një fakultet të shkëlqyer në Tiranë, duke garantuar se do të kishte absolutisht gjithçka që I nevojitej për të ndërtuar të ardhmen e ndritur që dëshironte për veten. Por e reja këmbëngulte absolutisht të kthehej në fermë sa herë që mundej, veçanërisht në fundjavë, për të qenë pranë Fatimes, për të kujdesur për gjyshen që më në fund e kishte njohur dhe për të forcuar lidhjet familjare që po rindërtoheshin copë pas cope të çmuar. Fatimia, nga ana tjetër, lulëzonte dukshëm çdo ditë që kalonte. Shtonte peshë të shëndetshme, lëkura rifitonte vitalitet dhe shkëlqim, buzëqeshja kthehej me frekuencë gjithnjë e më të madhe. Kalonte pasditet me diell në kopshtin me lule që gjithmonë e kishte dashur, por nga I cili ishte privuar, duke u kujdesur personalisht për lulet me duar që rizbulonin kënaqësinë e punës së lirë. Dhe çdo natë, pa përjashtim, para se të flinte, Artani shkonte në dhomën e saj, ulej pranë krevatit dhe I kërkonte të tregonte një histori. Siç bënte kur ai ishte fëmijë I vogël. Siç duhej të kishte vazhduar të bënte gjithë ato vite të vjedhura. Një të diel të nxehtë të marsit, saktësisht 3 muaj pas shpëtimit dramatik, ferma priti një festë të veçantë dhe plot kuptim. Ishte ditëlindja e Fatimes dhe Artani Këmbënguli absolutisht të mblidhte të gjithë punonjësit, disa miq të rajonit që e njihnin historinë dhe të festonte jo vetëm një vit tjetër jete, por kryesisht rilindjen e plot të asaj gruaje që kishte refuzuar të fshihej përfundimisht. Në mes të festës së gëzueshme, me muzikë live dhe ushqim të bollshëm, Fatimia kërkoi heshtje të përgjithshme. Të gjithë ndaluan menjëherë për ta dëgjuar me vëmendje dhe respekt. Ajo ishte në këmbë pranë Artanit dhe Elirës, 3 brezat më në fund të ribashkuar dhe të dukshëm. Dua të falenderoj thellësisht të gjithë ata që janë këtu sot duke festuar me mua, filloi ajo, zëri I saj I vendosur dhe I qartë pavarësisht moshës së thyrë. Kam kaluar shumë vite plotësisht e padukshme, e harruar, duke besuar sinqerisht se nuk I interesova askujt në këtë botë. Por zbulova se gjithmonë kam pasur rëndësi. Për birin tim, I cili pa vetdije mbante kujtimet e mia të gjalla brenda tij.
Për mbesën time, e cila më kërkoi pa e ditur as se kush isha në të vërtetë. Dhe për secilin prej jush që edhe me frikë paralizuese ruajtët copa të vogla të çmuara të së vërtetës derisa ajo më në fund të mund të zbulohej plotësisht. Sot nuk festoj vetëm vitet e mia të jetuara, por festoj jetën që më është kthyer. Dhe premtoj ta nderoj atë intensivisht çdo ditë që më mbetet. Të gjithë duart rokitën të emocionuar, shumë qanë hapur, dhe festa vazhdoi deri vonë në natë në një qiell me yje magjepsës. Kur më në fund ferma heshti dhe të gjithë shkuan të flinin, Artani mbeti vetëm në verandë, duke parë yjet e pafundëm sipër. Elira ju bashkua pak më vonë, duke sjell 2 filxhan çaj të nxehtë. Për çfarë po mendon, Xhaxha? Pyeti ajo butësisht. Se si jeta mund të ndryshojë kaq rënjësisht dhe kaq shpejt, u përgjigj ai mendueshëm. Vetëm 3 muaj më parë, jetoja në një gënjeshtër që e mendoja të rehatshme dhe të vërtetë. Sot, jetoj në një të vërtetë që ndonjëherë është ende e parehatshme, por është pafundësisht më reale. Dhe nuk do ta ndëroja këtë me absolutisht asgjë në botë. As unë, ra dakord me zjarr Elira. Kam kaluar gjithë jetën duke u ndjerë e paplot, sikur diçka themelore më mungonte. Tani e di se nuk më mungonte diçka. Më mungonin njerëz. Më mungonte familja. Më mungonit ju. Të dy qëndruan aty në heshtje shoqërore dhe të rehatshme derisa Fatimja u shfaq në derë, e mbështjell me një shall me ngjyra. Do të qëndroni aty gjithë natën duke soditur universin apo do të flini? Pyeti ajo me një buzëqeshje djallëzore që e bënte të dukej dekada më e re. Artani qeshi sinqerisht dhe i ofroi krahun në një gjest kalorësia. Do të flem, nën. Nesër kemi një ditë të re të tërë përpara. Dhe e kemi, ra dakord Fatimja me gëzim të prekshëm. Kemi të gjitha ditët që duam tani. Sepse më në fund jemi plotësisht të lirë. Të lirë nga frika, të lirë nga gënjeshtrat, të lirë për të qenë pikërisht ata që duhet të ishim gjithmonë. Të 3 hynë së bashku në shtëpi, duke mbyllur derën butësisht pas tyre. Jashtë, ferma mbasha flinte e qetë në qiellin e pafund me yje, tokat e saj të bekuara ruanin tani jo vetëm histori të vjetra dhimbjeje dhe heshtjeje mizore, por edhe histori të reja shpengimi, të vërtetë të guximshme dhe të një dashurie që mbijetoi mrekullisht dekada të tëra harrese të detyruar. Në fund të fundit, nuk ishte pushteti që e shpëtoi Fatimen nga vdekja e sigurt. Nuk ishin parat apo pozita shoqërore. Ishte guximi i vërtet i një të reje që refuzoi të shikonte anën tjetër kur u përball me padrejtësinë. Ishte ndershmëria e dhimbshme e një biri që zgjodhi me vetdije të vërtetën e parehatshme në vend të gënjeshtrës së rehatshme. Ishte forca e palëkundur e një gruaje që, edhe pse e fshir sistematikisht, kur nuk pushoi se ekzistuari vërtet. Dhe aty, në atë fermë në Fier, 3 breza të një familjeje të thyer brutalisht më në fund gjetën rrugën e kthimit të njëri tjetri. Jo për të fshirë të kaluarën e tmerrshme, kjo do të ishte e pamundur dhe e pandershme. Por për ta nderuar atë me të vërtetën, për të mësuar thellësisht prej saj dhe për të ndërtuar një të ardhme ku askush tjetër nuk do të harrohej, ku të gjitha zërat do të dëgjoheshin qartë dhe ku e vërteta, sado e dhimbshme të ishte fillimisht, do të kishte gjithmonë hapësirë të shenjtë për të lulëzuar. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë sinqerisht që historia e Fatimes, Artanit dhe Elirës t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim intensiv të ribashkimit, të vërtetës dhe shpengimit, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju ka prekur më shumë në këtë histori. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive dhe prekse si kjo, që zbulojnë anën më të thellë dhe të vërtetë të shpirtit njerëzor dhe na kujtojnë se kur nuk është vonë për të bërë atë që është e drejtë. Ju presim me padurim në episodin e ardhshëm.